Trump. Korniza për paqe me Ukrainën është hartuar tashmë. Rusia ka më shumë sanksione se kushdo vend tjetër, thanë në një mbrëmje presidenti amerikan Donald Trump, duke u përgjigjur gazetarëve në shtëpinë e Bardh lidhje me negociatat e paqes në Ukrainë. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump tha se Vladimir Putin nuk e kishte hedhur poshtë armëpushimin, raporton ANSA. Sot zhvillova disa biseda të mira për Rusinë dhe Ukrainën, ka presidenti amerikan duke folur me gazetarët në shtëpinë e Bardh. Trump njoftoi gjithashtu se udhëzimet kryesore për marrëveshje për Ukrainën ishin vendosur pas bisedimeve të tij me Vladimir Putinin dhe Volodymyr Zelenskin. Armëpushimi total mund të vijë shumë shpejt, shtoi ai. Aktivizimi i presidentit amerikan përputhet me koalicionin e të gatshëm dhe liderët që pritet të takohen të njëjtën e ardhshme në Paris për të finalizuar punën për garancitë e sigurisë që do t'i jepen Kievit. OKB-ja sipas zhvillimeve të fundit mund të ketë një rol në kuadrin e një skeme ndërvendosi në shumë nivele. Dje në mbrëmje, një dron ukrainas shkaktoi një shpërtim në një ndërtesë luksoze apartamentesh në qytetin rus Rostov-on-Don, raportoi guvernatori Yuri Slusar në Telegram. Për shkak të një sulmi me dron në Rostov-on-Don, një shpërtim ka ndodhur në një ndërtesë apartamentesh. Shërbimet e urgjentës u dërguan në vendngjarje, shtoi guvernatori. Sipas TASS, të paktën 2 persona u plagosën, tregojnë se luftimet ende vazhdojnë aty.